Është koha të dashur shikues të shkojmë ta shohim gjendjen se si është në qytetin e Klinës. Atje kemi kolegun ton Ahmet Mahollin, cilin e përshëndesim këtu nga Prishtina. Ahmet, mirëmbrëma, përshëndetje. Duket që Ahmetin ende nuk e kemi gati, por si do që tjetë, të lidhemi tashmë edhe me kolegun ton, pra Ahmet Maholli, cili do të na tregojë më shumë se si është gjendja në qytetin e Klinës, ku edhe atje ka pas raportime të ndryshme të po e them jo përmbytjeve, po disa nga lumejt që janë aty, që një farë forme të dalur jo komplet nga shtrati, po në nivelin kështu më shumë sajnë që ata kanë, kështu që për detaje, Ahmetin duket tash e kemi në lidhje, edhe po shpresoj që po na dëgjon edhe po e përshëndesim këtu nga Prishtina. Mirëmbrëma Ahmet. Mirëmbrëma edhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e RTK-s. Si është gjendja Ahmet në qytetin e Klinës? Po, si që thatë edhe ju, ne në fakt jemi në komunën e Klinës, do me thënë në qytetin e Klinës, jem fare pran lumit Klina i cili kalon munë mes të qytetit. Duket se lumi Klina tashme ka rënë nivelin fakti i ujit, edhe në lumej të tjerë e cila komun pra përshkohet nga 6 lumej, disa prej tyre kanë dalë nga shtrati dhe kanë shkaktuar dëme edhe në fusha në të mbjella, dhe me thënë edhe tek disa familje, si që është rasti në fshatin Shtaric edhe në fshatin Zajm, e po ashtu edhe në vend banime të tjera. Po përmërgjithsisht rreth situatës vërshimeve 2 ditë pasi, do me thënë, pat të rreshur atmosferike, unë do të bisedoj me drejtorin e shërbimeve publike edhe emergjente, zotri Qëndrim Millaku. Mirë se erdhë, zotri Millaku. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë shikuesit e RTK-s. Cila është gjendja pas vërshimeve 2 ditëve të fundit në komunën e Klinës? Gjendja për momentin është stabile, pasi lumete vetëm kanë fillu rromja e nivelit e ujit. Që nga fillimi i javës, rreshtet atmosferike kanë qenë mëdha që kanë shkaktuar edhe rritjen e lumit Klina, Drini Bordh, lumit Mirusha, lumit të Pejes, Lumbordhet, lumit Deçanit, që përshkojnë këtë komplet komunën e Klinës. Gjendja që nga lumi Klina që përshkojnë fshatrat Ujmir, dhe më thonë ka kalun nga shtratin fshatin Ujmir, Shtaric, Durrës, Gjorgjeviki i Madh, po Grozh, fshatrat të cilat ka shkaktu përmbytje në disa familje në fshatin Ujmir të familjat Racaj dhe fshatrat Shtaric, ndërsa në fshatin për Grozh ka blokuar lagjen Toplonaj. Po krahasim me vërshimet e kaluara, na kena marrë një projekt që kena hap një rrugë malore që në rast vërshimeve kjo lagjet mos mete e bllokuara. Po ashtu Drini i Bordh që përshkon fshatrat Shtup, Budisaz, Krushev, e Mollës, Dakuqan, Pataçan, edhe këtu ka pas një rritje të madhe, duke përmbytur në disa familje edhe në ato fshatrat, Grabanic, fshatrat Bukshish, Dollov, dhe që përshkon të bizneset apo të hotelerit në fshatin Volljak që kanë qenë të përmbysat plotësisht. Këto fshatrat që përmendet, cila është gjendja e tanishme e këtyre fshatrave, këtyre familjeve, dhe a ka dame të mëdha nga vërshime që ka pasur? Po, besoj që dome ka, po që nga nesër, Komisioni Vlerësues i formuar nga kryetari i komunës, që nga nesër do të pranojnë të gjitha kërkesat e qytetarëve të komunës Klinës dhe mënyrën sa më shpejt të mundshme do ta bëjmë edhe raportin detaj dhe do ta dorëzojmë bashkërisht me Agjencionin për Menaxhimin e Emergjencave në qeverinë e Kosovës, që po besojmë dhe shpresojmë që të na dalë ndihmë, jo vetëm Klinit, por për të gjitha komunat që janë të përmbytura, cilat kanë qenë edhe të shumta në këto ditë. Komuna Klinës shihet këto që ka rregulluar argjinaturën, sidomos në lumin Klina këto që kemi afër. A ka ndikuar edhe kjo që të mos ngritet niveli ose të mos dalë nga shtrati i lumit? Vërshimet e janarit 2023-s, që lumi Klina në hyrjet e qytetit ka dalë nga shtrati në janar 2023-s, që ka shkaktu komplet lagjen Dugagjinit e Vërshunit, një pjesë të fshatit Dresnike dhe një pjesë të lagjes Përlina,
Duke i por këtu domë me njëherë bashkarisht me buxhetin komunal, me kryetarin e komunës, kemi ngritur shtratin e lumit, e cila në këto ditë vëshimeve nga gryka e Jarines, e që në hyrjet e qytetit e Klinës nuk ka dalë nga shtrati. Po ashtu kem fillu edhe këtë vit, po mendoj vitin e kaluar kem pastru edhe lumin të fshatit Dush, që ka ndiku për mirë, po që vazhdimësisht edhe këtë vit do të fillon pastrimi i lumeve që në mënyrë që mos dal nga shtrati, po kjo po ndodh vit pas viti, pasi mundësitë buxhetore komunale po janë pak më të mangëta. A ka ndikuar tek këta lume të tjerë, përveç lumit Klina që kalon mu në mes të qytetit, a ka ndikuar ndoshta për shkak mos rregullimi i shtretërve ose mos rregullimi i argjinaturave, siç është rasti me këtë lum? Jo, na kena investu edhe në drinjën e bardhë, në shtratin e drinjit bardh, i cili faktikisht edhe ai nuk ka dalë nga shtrati përpos pjesa që bashkohet lumi Klina dhe drinji i bardh, e njohur si Hura Agjiz, ku ato për shkak prurjeve të mëdha të ujit ka dalë nga shtrati, që ka shkaktuar edhe përmbytje në fshatin Zajm, pasi që niveli i ujit ka qenë shumë i madh. Tek sot pas dite ka filluar rromja nivelit të ujit në lumin Klina dhe në drinjin e bardh. Sot nuk ka pasur të rreshura? Sot jo, fatmirësisht temperaturat domethënë kanë qenë minus, që kanë ndikuar edhe ndarjen e rreshëve atmosferike edhe me një rreshje të borës sadopak të vogla, por që kanë ndikuar që të ndalen këto vëshime. Ju do t'jeni në teren, do të vazhdoni të qëndroni edhe këto ditë derisa të dijen sakt se sa është dëmi i shkaktuar nga vërshimet? Po patjetër, na kena qenë vazhdimisht që nga fillimi i rreshjeve të shiut në teren bashkë me qytetarët, ato ku kena mujt na me ju dalë në ndihmë edhe ku ka pas mundësi me intervenu, do të vazhdojmë edhe të jemi në teren bashkë me komisionin vlerësues që si thash ta finalizojmë raportin sa më shpejt që është e mundshme, ta dorëzojmë në qeverinë e Kosovës dhe shpresojmë në ndihmë nga niveli qendror, pasi buxheti komunal është e papërballueshme që ti kompenzoj këto dome. Faleminderit zotëri Millaku. Jetë juve. Edi dhe Mediana, kaç kishim nga kjo linje drejt për drejt këtu në qytetin e Klinës, pasi që 2 ditë më parë këtu është vërshuar një pjesë e fshatrave gjithsesi të rajonit të Klinës, por fatbarësisht në qytetin e Klinës nuk ka patur ndonjë vërshim për shkak se, siç e tha edhe drejtori për shërbime publike dhe emergjente, këtu është rregulluar shtrati i lumit, gjithsesi edhe argjinatura, duke bërë të pamundur domethënë daljen e lumit nga shtrati i tij. Mirë shumë, këto janë lajme të mira, Ahmet, dhe shpresojmë që të mos ketë të lashe. Unë falenderoj shumë për kontributin tënd, edhe të drejtorit, të shpresoj që në gjithë Kosovën të kemi këtu lajme të mira që mos ketë përmbytje në asnjë vend ose vërshime në disa qyteteve që thjesht i përmendëm më herët.